Disa ditë më parë, Ilnisa Agolli i ka dërguar një mesazh suportues Rogertit me anë të Big Lovish. Banorja Big Brother VIP 3 ka quajtur Rogertin një dentist, ndërsa Selinën dhe Brikenën i ka cilësuar si dhëmballa të prishura. Ajo gjithashtu shtoi se pas mesazhit të dërguar në formë suporti ndaj Rogertit, në drejtim të saj kanë ardhur shumë mesazhe kërcënuese drejt saj. Unë perifrazova diçka që bëri një lloj zhurme që ndikoi edhe në mesazhet që më erdhën privatisht, shumë të shëmtuara, por do ta cek më vonë këtë pjesë. Tani ajo shtëpi ka dhëmballë të prishura, por ka edhe dentist. Tani, më e dëmtuara sipas mendimit tim është Selin. Ka dhe dhëmballë tjetër të dëmtuar që sapo i ka dalë nervi, dhëmballë që nuk duron as të ftohtin as të nxehtin dhe as puthjet, që është Brikena. Dentisti mendoi që është Rogerti. Për momentin, unë jam vetëm te këto dy dhëmballët kryesore që kanë goxha dëmtime. E di që ka mundësi që anestezisti të jetë miri. Rogerti është një djalë që ka përmbajtje dhe thelb sinqeriteti në lojën e tij. Shqiptarët duhet të kuptojnë që ndryshe është një njeri në një kompeticion siç është Bigu dhe ndryshe është një njeri në jetë. Edhe në këto mesazhet, në mbështetjen publike që bëra ndaj Rogertit, mesazhet private ishin shumë të ndyra. Pasi kemi arritur deri në mallkime të një lloji, rubinetin e verie do ta quaja unë. Ti nuk mund të mallkosh, se unë mbështes Rogerti, nuk mund të kalojmë në këto ekstreme si tifoz të zjatë që jemi për sindromën Selin apo sindromën Brikena, të cilat në fakt nuk janë asgjë përveç se fundi i së ardhmes për fëmijët e së nesërmes, u shpreh Ilnisa. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.